një element që her pas here ndodh në teatr. Në shpallë të caktuar. Por, në gjykimin tim improvizimi ndodh për një arsye emergjente. Domethënë, improvizimi duhet për mua të përdoret në gjendje kritike. Improvizimi nuk parashikohet, nuk paragjykohet. Improvizimi pra përdoret nga aktorë të caktuar, të cilët kanë aftësi të improvizojnë në momente kritike. Për shembull, kur ai harron tekstin autorit dhe përpiqet që të improvizojë me fjalët e veta tekstin. Pra, improvizimi nuk është qëllim në vetvete, nuk paragjykohet, nuk paramendohet, sepse po u paramendua nuk është më improvizim. Improvizimi është një moment i aty për atyshëm, në sekond, në skenë. Nuk mund ta paramendosh, se unë në këtë rast do të improvizoj. Po mirë, bebi, po janë të ndarë disa aktorë që improvizojnë vazhdimisht në skenë dhe i largohen tekstit autorit. Atëre, unë në gjykimin tim mendoj që një aktor mund të improvizojë në momentet të caktuara kur ai ka një monolog skenik dhe mendon që argumentet që i ka dhënë autori nuk janë të mjaftueshme që ai të paraqesë qëllimin, personazhin e tjerë. Edhe mund të shtoj 2-3 fraza. Këto janë të paramenduara, ndërsa improvizimi nuk paramendohet, ndryshe nuk quhet paramendim. Si ndryshe nuk quhet improvizim? Nuk quhet improvizim. Po. Improvizimi është aty për aty. Po. Dhe jo çdo aktor ka aftësi të improvizojë. Improvizimi ka të mirën e vet dhe të keqen e vet. Sepse nëse unë si aktor në një personazh, në një dialog me tjetrin, improvizoj batutën time dhe nuk e them siç duhet, krijon një kolaps. Sepse partneri pret që unë t'i them batutën që unë je mësuar dhe e ke në tekst. Pra ai e di çfarë do i them. Nëse unë i them gjë tjetër, normalisht që krijohet një kolaps. Po mirë, improvizimi. Kemi shumë aktorë të cilët i njohim si improvizues të mirë që e lëvrojnë shumë mirë improvizimin. Janë disa aktorë që kanë emër, të cilët dihen që ky improvizon shumë mirë në skenë, natyrisht në aspektin pozitiv. Nuk dua t'i kthehem atij negativit, por ka aktorë të cilët janë të tillë. Improvizimi vetë në vetvete është profesionale. Jo. Improvizimi në gjykimin tim është dalje nga situata të vështira. Unë mund të them në përvojën time aktoriale kam improvizuar përveç se momentet të caktuara që mund të kem shtuar një fjalë të tekstit të autorit, një moment, në një shfaqje të vetme. Dhe e mban mend. E mbaj mend. Që është? Që është Ezopi. Kur filloi klasje gazi me Lizën. Po, pra, ishte një moment që unë edhe sot e kësë dite e mbaj mend. Kam improvizuar nga halli
Por ama nuk haron shihen e keqe të atij improvizimi. Pikërisht, dhe falë Zotit, aftësisë time të improvizimit nuk e di sa ja kam arritur ta improvizoj, Skenën finale? por ja dola sepse në fund publiku dorë tërkiti, pa e ditur sikletën tim. Por ama Momenti ishte ky, për të qenë të sakt, që unë si Ezop që isha, kam derë në madh të them në këtë rast që kam qenë Ezop, Kadri Roshi dhe unë. Pra ishim dublantë dhe është një nga kënaqësitë e mia më të mëdha që luaja Ezopin njëkohësisht me të madhin Kadri Roshi, pra një natë e luante Kadriu, siç ishte në atë kohë rregull të teatrit, një natë e luaja unë Ezopin dhe bashkë me në finale me Liza Giovanni si mas autorit, ne kishim një dialog. mbyllës. Po, Final. unë dhe Liza, që ishte protagonistja nga femrat, uleshim në masken, se ashtu na kishte përcaktuar Miza Sken Dimitër Pecani, ndryquar vetëm me një projektor, me një pistolet më sakt, të skenën në errësirë, ne ishim njitur me spektatorin dhe vëdojmë një dialog të dy bashkë. Dhe unë batuta e parë e Ezopit, pra e imja në atë rast, i thoja Lizës Giovanit, që ne ngatruam rrugën, Po. si tani dhe unë bëre një lapsus fantastik. Që ishte? Dhe thash, ne rrëbëj gërgjeru dhe nuk e di çfarë i thash. Po vetëm shqip nuk ishte. Kishe pirë? Ja, më absolutisht jo. Por, dhe Liza më pa në sy, uli kokën dhe filloi të dëneste. Ti qante. Duke se ndërkohë që e qeshte. Mirë po, unë prisja batutën. Ajo në mënyrë absolute nuk e ngriti kokën në asnjë rast. Vetëm dëneste dhe dukej nga spiritorit që kur ai qante. Ndërkohë që e qeshte. Dhe unë vazhdova Improvizove. duke i thënë që shiko, unë e kuptoj që ti mund të më thuash mua këtë, por unë të them këtë, por edhe sa më tepër flisja unë, aq më tepër qante, ose qeshte Liza Giovanni, vazhdova këtë bisedë sepse isha i detyruar, sepse mbas kësaj bisede, dialogu, unë duhet të dilja në monologun e fundit të Ezopit që pa u zhvilluar ky dialog nuk mundet logjikisht të dilte Ezopi në këtë monolog të fundit. Ti dole në monolog? Në finale. Dole në monolog. Duke qeshur apo? Jo, Liza e qeshte. Ti jo? Unë jo, se unë që në halë të madhë. Pra ky ka qenë improvizimi më skandalos, më fantastik dhe më gjatë në jetën time aktoriale.